Zoti Gjozef, do dua pak të t'ju sfidoj në drejtimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe relatave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë një dialog strategjik që po vijon edhe më tutjen me Serbinë. Ndërkohë që e theksuat edhe ju që Serbia është në vazhdimsi armiqësore ndaj Kosovës. E ka bërë Banskën, e ka bërë në vazhdimsi veprime të ndryshme, probleme në kuadër dialogut, probleme në kuadër të veriut. A mendoni që është një lloj padrejtësie ndaj Kosovës të suspendohet dialogu me Kosovën dhe me një farë forme Serbia të lihet pa therr në këmbë, me një farë forme ose pa problem? It's an excellent question. Pyetje shumë e mirë, shumë e vende. Kam përgjigje. Përgjigjja është duhet të trajtoni realitetin ashtu siç është, ashtu çfarë është. Edhe kur ka padrejtësi, edhe kur ju duket se ka padrejtësi. Dhe unë pajtohem plotësisht që politika ka qenë e padrejtë dhe është e padrejtë dhe ka qenë e padrejtë edhe para rastit Banjskës. Mos harroni që ka qenë presidenti Biden kryetar atëherë, pra ka qenë nën presidencën e presidentit Biden dhe vetëm Kosova pra ishte fajsuar atëherë në rastin kur serbët në Zveçan bën sulme të jashtëzakonshme ndaj ushtarëve të KFOR-it në vitin 2023 dhe ishte Serbia që kidnapoi policët e Kosovës, pra duke hyrë në territorin sovran të Kosovës dhe duke marrë 3 policët e Kosovës. Nuk u bë asgjë nuk u bë, madje edhe Kosova u ndëshkua. Ka qenë shumë e padrejtë dhe ka ndodhur në kohën e presidentit Biden dhe për mendimin tim kjo i ka kontribuar drejt për së drejti Banjskës, se ka qenë një lloj sinjali i favorizimit. Por cila është përgjigjja ndaj kësaj? Kosova është shtet i vogël, kjo është e padrejtë dhe unë ju